Po shkon zgjedhje. Na duhet mi kallëzu qytetarëve nëse jemi tirrën këtu që marrim vesh pak më tepër se sa qytetarët ata merren me punë. Shkojmë zgjedhje as po shkojmë zgjedhje. Me këtë hipotezë nuk po shihet që po shkojmë zgjedhje. Edhe Glauku që po thuj ka thonë banu ministër jashtëm edhe i dialogut. Megjithëse Albin Kurti ka po strategjinë që Glauku Njufsës edhe postin e ministrit jashtëm, edhe ato shefit dialogut më jamajt edhe një vjet. Niko si minister me fuqi plot për disa muj, derisa shpërndohet kuvendi, e mas nej në detyrë, derisa mohen zgjedhjet e të bëhet qeveria e re, e që Babaki mas nej ato zgjedhjet e ardhshme, po çështu duhet mi kallëzu na shpitali, qytetarit derisa di këna thonë, për mbrana 45 dite mas datës 5 ora 12 po shkojmë zgjedhje, por nuk po shkojmë zgjedhje, sepse opozita në këtë rast nuk ka strategji, ka taktizime, Ermani tha kur ti referohesh opozitës është e vërtetë, ajo nuk është opozitë e bashkume, janë disa parti politike që nuk kanë koordinim mes tyre, lëvizja nuk kanë përbashkë. Po s'kan kur gjë, s'kan as koordinim, se të përbashkë mos me pas, po koordinim kur janë si opozitë e ndajnë një interes përbashkë, interesi përbashkë është partinë pushtet merr zupe pushtetit. Lëvizja vetëvendosje, ka strategji, duhet më kon nëse menon që Albin Kurti pelshon pushtetin e fituar prej 50%-ve në mënyrë kaq lehtë pa një strategji ku ai ka po ku do me dalë. Po strategjia e tij është kjo. Po prit pak. Po si ti thon gjava korrekte prej ditës nesër me tutje se ti fillove me majt fushat elektorale pse u dash të bo. Unë po të kallëzoj çka ka me ndodhur me këtë vend. 9 muaj ditë këna pas zvarritje bllokim, Albin Kurti në mënyrë të palegjshme kryet qeverisë dhe të ngjashme Albin Kurti ka qeverisë për 9 muaj ditë në formë palegjshme që i keni qujt ju, mas i ka shku në zgjedhje, qytetarët ja kanë rrit besimin e tij, ja kanë dhënë 50% votave. Tash në këtë rast është e pa imagjinueshme me menu që Albin Kurti po na çon zgjedhje në një momentum kur ai e ka kundër Vjosa Osmanin, kur nuk është diaspora prezente këtu, edhe me fitu me nxjerr rezultat më të mirë se sa me 28 dhjetor. Kjo është e pamundur. Çfarë ndodh? Çu duhet me lyp na strategjinë Albin Kurti. Po tellë sa rria unë më na kallëzu. Jo, unë po të kallëzoj. Çfarë unë mendoj? Unë mendoj me vendimin sot të Albulena Agjiut për me dërguar në gjykatë kushtetuese këtë seancë i bjen që e pamundson dekretin e presidentës që presidenti edhe nuk e nxorr dekretin. E pamundson dekretin edhe na shkojmë sepse janë edhe disa çështje tjera që lidhen me gjykatën kushtetuese edhe me skadimin e mandatit, përfundimin e mandatit zonës Osmani. Çfarë ndodh? Nëse gjykata kushtetuese i duhet rreth 1 muaj për me marr vendimin, me nxjerr vendimin e pezullon, po marrim shembull nesër. Edhe zonës Osmani përfundon mandati. Kush vjen presidente? Vjen presidente Albulena Agjiu. Çfarë ndodh pastaj? Gjykata kushtetuese unë jam i bindur edhe lëvizja vetëvendosje mendoj që është e bindur që ka nxjerr vendim kundër kërkesës së lëvizjes vetëvendosje. Po lëvizjes vetëvendosje nuk është të interesu kërkesa mi detyru deputet me nënson. Lëvizjes vetëvendosje është duke i interesu që koha. Me shku Vjosa Osmanit e shtëpia në krye shtetit me ardh Albulena Agjiu. Çka ndodh pastaj? Këtë unë e quaj analizë. Pastaj ç'a ndodh pastaj? Pastaj çka ndodh? A shkojmë në zgjedhje? Kjo është analizë, A shkojmë në zgjedhje mas vendimit kundërshtar, po analiza është analizë. A shkojmë në zgjedhje mas vendimit gjykatës kushtetuese? Jo, nuk shkojmë në zgjedhje mas vendimit gjykatës kushtetuese, se gjykata kushtetuese nuk e analizon a shkojmë në zgjedhje na po e analizon kërkesën e lëvizjes vetëvendosje. Edhe tani krijohet një situatë e re, Krijohet një situatë e re. Cila është situata e re?